në doshje eventuale ka 107 të vëllin me njërin 21 paragrafit vetë të kodit penal, gjykon me dënim me burgim prej 8 viteve, cili dënim do të mbarë pasi gjykimi bëhet i plot fuqishëm. Po kaluar në masën e parë burgimit edhe në aresht shtëpiak, do të llogaritet në dënimin e shqiptimit. Të akuzuar me vendim veçantë i ndërpritet masa e arrestit shtëpiak sot me datën 8/10/2025. Të akuzuar i shqiptohet dënimi plot ose në shërbimin publik dhe përgjakje të 5 viteve. Arma përdoret te policisë së Kosovës, obligohet e akuzuar në shpenzimin e procedurës të paguaj shumën të paushallit gjyqësor të qendrës dhe 50% për fondin për kompenzimin e viktimave të krimit. Gjykata e shqiptimit është e liruar ankesa në apatin prej 30 ditëve. Palit të dëmtorë zonë kontes rregull juridik civil, si dhe gjykata njofton për detyrimin e palëve që të fund procedurës të njoftojnë gjykatën për çdo dyshim aftësisë. Gjykimin me arsyetim të detajuar do ta kalojmë në apatin ligjor. Hadi.